Dështimi i seancës së Kuvendit për zgjedhur presidentin e ri të Kosovës i ka hapur rrugë një krize të re politike në vend. Ditën e sotme, presidenti Vjosa Osmani tha se ka nxjerrë dekret për shpërndarjen e Kuvendit. Në një konferencë për mediat, Osmani tha se dështimi i deputetëve të Kuvendit për të zgjedhur presidentin e ka shtyrë Kosovën në zgjedhje të reja. Kanë vendosur të shpërndajë Kuvendin dhe të shpallë zgjedhjet e reja. Qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje. Këtë e ka krijuar dështimi i Kuvendit. Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm, u shpreh Osmani. Ndërkohë, PDK dhe LDK kanë akuzuar partinë e kryeministrit Kurti se seanca e dieshme ishte vetëm spektakël i vetëvendosjes që nuk e kishte kuorumin për zgjedhjen e presidentit mes Gleu Konjufcës dhe Fatmire Kollçakut. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se i është drejtuar gjykatës kushtetuese për procedurën e zgjedhjes së presidentit. Sapo jemi drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Po ashtu përmes kësaj kërkese kemi kërkuar që gjykata kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së presidentit deri në publikimin e aktgjykimit. Lidhur me këtë e ka njoftuar edhe presidenten Osmani. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri ka folur pas dështimit votimit të presidentit, sipas tij vendi duhet shkojë në zgjedhje. Ai theksoi se krejt manovrat kanë tendenca për të zvarritur procesin dhe për të blerë kohë. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s shtoi se janë në pritje të datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ndërkaq kryetari i LDK-s Lumira Diçiku ka thënë se që pas mesnatës Kosova hyn sërish në fazën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ai ka shtuar se Partia e tij ka qenë e gatshme për marrëveshje dhe konsensus për një kandidat jo partijak, por sipas tij kjo nuk është pranuar nga palët e tjera politike. Ndërkohë, deputetja e LDK-s Jaona Lushaku Sadriu tha se ajo çka ndodhi është një tendencë për të arsyetuar veprimin e tyre politik dhe siç u shpreh ajo për të shkuar drejt një krize politike.